Kryedemokrati Sali Berisha ka reaguar në rrjetet sociale pas seancës së parë në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për dosjen Partizani, e cila u shtyp. Sipas Berishës, procesi është politik dhe funde krye një piramid mashtrimi. Kapja dhe përdorimi i drejtësisë si armë politike është i parë kryesor i regjimeve autokratike të korruptuara. Sot fillon procesi gjyqësor politik në GJKO për dosjen Partizani, funde krye një piramid mashtrimi. Fill pas urdhrit publik të Edi Ramës në Kongresin e PS-s në prill të 2022, drejtuar SPAK për të proceduar penalisht Sali Berishën, prokurorët e nënshtruar dërguan 16 kërkesa brenda muajit, duke nisur hetim 30 vjeçar shtrirë në Tre Breza ndaj Sali Berishës deri tek mbesat e palindura të tij, shkroi Berisha në rrjetet sociale. Ai thotë se prokuroria është bazuar në një kallëzim të rrem në vitin 2020 të ish kreu të grupit parlamentar të PS-s Tauland Balla. Berisha thotë se janë hetuar deri në arkivat e para 100 viteve, duke injoruar fletoret zyrtare që janë online. Sipas tij nuk ka asnjë fakt penal për këtë dosje dhe se dhëndrit të tij janë marrë maltezi. Nuk i është dhënë asnjë metër katror tokë publike, po sipas Berishës ajo i përket familjarëve të maltezit dhe për këtë arsye Balla ka kryer kallëzim të rrem. Nuk ka asnjë provë, asnjë dëshmi, asnjë dokument që të tregojë se Berisha ka bërë ndërhyrjen më të vogël ndaj kujtdo, thot kryedemokrati, i cili shton se nëse shtetit i është kryer dëm, ajo ka ardhur nga shpërdorimit i detyrës nga Edi Rama. Pas 5 vitesh hetimit të vettingut 30 vjeçar kanë gjetur se Sali Berisha bashkë me të shoqen disponon gjithsej 100.000 euro kursime, të 54 viteve punë dhe një apartament 40 metër katror më të madh se sa ai që kanë pasur gjatë diktaturës. Dhe se ai dhe fëmijët e tij e kanë zbatuar vetëm ligjin, tha Berisha në Facebook. Sipas tij, drejtësia politike nuk do të mund të shpëtojë kurrë Edi Ramën nga fundi që e pret atë dhe pushtetin e tij të ngritur mbi krimin, drogën dhe mjerimin e shqiptarëve, thonë ndër të tjera Berisha në rrjetet sociale. Seanca për gjykimin në themel të dosjes Partizani është shtyrë në 21 korrik në orën 10:30. GJKO mori vendimin pasi në sallën e gjyqit munguan ish kryeministri Berisha, biznesmeni Fatmir Bektashi, Andja Pustina dhe avokatët e kompanisë Homplan SHPK.